Tani dëgjoni se çfarë I ka ndodhur racës njerëzore 8000 vite më parë dhe jam I bindur që do t'ju lë pa fjalë, sepse nga këtu do kuptoni që pas racës njerëzore fshihet diçka e madhe, diçka që ne nuk mund ta kuptojmë. Studimi është bërë ndër vite dhe është një studim që është bërë nga njerëz nga shumë kontinente të botës. Dhe konkluzionet ose rezultatet kanë dalë vërtet shumë të mëdha dhe dritëruese. Ndiqeni me kujdes deri në fund. Dhe kush është rastisht që nuk I ka bërë ende like faqes, do t'i lutesha t'i bëj like faqes, juve nuk kushton asgjë, por për ne është një diferencë e madhe, sepse duke diskutuar sa më shumë jemi, duke diskutuar së bashku, arrijmë pranë së vërtetës dhe ju falenderoj që jemi për bashkë. Bile, dua të nënvizoj diçka tepër të rëndësishme. Ka disa që marrin videot e mia dhe I shpërndajnë nëpër kanalet e tyre. Dhe shumë prej jush shkojnë dhe komunikojnë me ta duke menduar se jam unë. Gabim, kanalet e mia janë gjithmonë Nadir Mura, qoftë në YouTube, qoftë në Facebook, në Instagram, në TikTok, gjithandej janë vetëm Nadir Mura. Kanalet e tjera që nuk mbajnë emrin tim Nadir Mura janë fake, nuk janë të mia. Kështu që mos mendoni se komunikoni me mua. Doja që t'isha I qartë me këtë. Në vitin 2011 është kryer një studim që u desh vite për ta studiuar dhe Universiteti I Arizonës me në krye docenten e Universitetit Arizonës Melissa Wilson bën një studim me mira vullnetar. Ishin mira sepse fillimisht ishin mira, pastaj u reduktuan në 400 vullnetar, sepse secili prej tyre kishte punët e tyre dhe ishte e vështirë që t'i ndiqnin her pas here, që të bënin testet gjatë kohës. Dhe 400 vullnetarët që ishin dua të nënvizoj nga kontinente të ndryshme, pra Afrikan, bile Slav, lexova Turqia, nga Australia, aborigjenët e Australisë, bile edhe Hindus, pra të Indis, por edhe indianët e Amerikës, nativi amerikani, por edhe nazi, aziatikët, bile edhe njerëz nga Alaska, dëgjova, pra nga të gjitha zonat e dëgjojeni me kujdes, sepse është tepër e rëndësishme, dëgjojeni. Pra nga të gjitha zonat e planetit, në të gjitha kontinentet e planetit. Dhe Melissa donte që të merrte të kuptonte se si është bërë ecuria e racës njerëzore. Pra nuk e prisnin një rezultat të tillë, sepse rezultati që doli është vërtet I madh dhe nuk flitet shumë. Bile kush flet për këtë, nuk I anashkalon disa gjëra tepër të rëndësishme që do t'ja u them tani. Dëgjojeni me kujdes. Unë nuk jam as kushi, nuk jam as kënd, por do më jepni të drejtë në fund për atë që do t'ju them sot. Atëre, duhet nënvizuar diçka tepër të rëndësishme për sa I përket kontrollit të gjenomës njerëzore apo të racës njerëzore. Për shembull, për të gjetur pemën gjenealogjike të familjes suaj, për shembull dhe ty, personal, kushdo qofsh, shkencëtarët janë të detyruar që të ndjekin ADN-n mitokondriale. Ç'është ADN-ja mitokondriale? ADN-ja mitokondriale është një ADN që përcillet nëpërmjet nga nëna në fëmijë. Pra nuk përcillet nga mashkulli në femër, por nga femra në mashkull. Dhe kjo është tepër e rëndësishme. Tani duhet t'ju tregoj. Atëre, pikë së pari, duhet të dini që ADN-ja mitokondriale janë organele të cilat I japin ose transferojnë energjinë e ushqimeve ose çfarë gjendet në ushqimet që ne ham në energji. Pra u jep jetë qelizave tona. Pra është vetë jeta. Nuk e dim kuptoni apo jo. Dhe vjen nga gjinia femrore. Sipas shkencës, lindi fillimisht, me fjalë, sipas besimeve fetare, lindi fillimisht mashkulli dhe pastaj femra, apo jo. Atëre, si ishte mundur që ADN-ja mitokondriale të përcillet nëpërmjet që përcillet nga femra, pra nga nëna në mashkull ose nga nëna në fëmijë dhe jo nga mashkulli në femër. Si ishte mundur? Atëre, kush lindi më përpara, mashkulli apo femra? Sepse në qoftë se ADN-ja mitokondriale është kaq e rëndësishme që u jep jetë qelizave tona, si mund ta kishte mashkulli? Kur e ka femra, si do ta përcillte mashkulli që nuk e kishte si fillim? Pra nëna tona e kanë përcjell ndër vite, e kanë përcjell vajzave të tyre dhe meshkujve. Dhe me kalimin e kohës u
zhvillua ose ushtua raca njerëzore. Ka një tjetër teori të kësaj që të qëndroj dhe pak këtu që ta kuptoj më mirë, të ADN-s mitokondriale. Ka dhe një teori ku thuhet që 1 në 5.000, tani në këtë periudhë, 1 në 5.000 meshkuj ka dhe meshkuj që e kanë ADN mitokondriale. Çdo të thotë kjo, për ata që nuk e kanë kuptuar, që brenda një njeriu, brenda një mashkulli, ka mashkull dhe femër në sintezë. Dhe është vënë në re, kujdes, është vënë në re që në qoftë se kthehemi pas në kohë, shtohen, pra shtohet përqindja në disa studime kjo, jo në të gjitha studimet, që shtohet përqindja që nuk është 1 në 5.000, por është zbuluar që është 1 në 10.000, pastaj 1 në 100.000 e kështu me radhë. E dini se çfarë rezultati do thotë kjo? Kjo nuk ka të bëjë me atë rezultat që ju thashun, por dua të nënvizoj këtë. Do të thotë që dikur mund të ishim që të gjithë androgjen, pra mashkull dhe femër brenda vetvetes, qoftë mashkulli dhe qoftë femra. Në fakt, ç'është e vërteta, janë gjetur disa përbërës ose disa gjëra të rëndësishme në mashkull që e çojnë njeriu të mendojë që të ketë qenë kështu, i tillë. E përsëris këto janë disa nga studimet. Megjithatë do kthehemi pas në studimin që ka bërë Melissa Wilson, me 400 vullnetarët. Melissa mori 400 vullnetarët që ishin meshkuj dhe femra, nuk diskutohet pra çifte nga të gjitha zonat, si ju thash, dhe donte të kuptonte me fjalë qoftë në mashkull dhe qoftë në femër se çfarë i ka ndodhur ADN-s mitokondriale, sepse si ju thash, me anë të ADN-s mitokondriale kthehesh pas në kohë që ti mund të gjesh pemën gjenologjike jo vetëm të një familje, jo vetëm tënden, por edhe të gjithë racës njerëzore. Dhe e dini se çfarë konkluzioni doli? Nuk e prisnin, sepse ata po kontrolloni vetëm kontrolloni racën njerëzore si ishte shtuar etj. 8.000 vite më parë, në racën njerëzore kishte ndodhur një blackout në mashkull, në gjinin mashkullore. Po, një blackout që bënte që një mashkull mund të linte shtatzan 1 në 16 gra. Nuk e di më kuptoni. Edhe njerë. Pra, një mashkull, në qoftë se shkonte në 16 gra, vetëm në 1 nga këto prej 16 grave mund të linte shtatzan. E kuptoni apo jo? Ç'do të thotë? Prisni sepse nuk e keni kuptuar akoma. Dhe kjo ndodhte në të gjitha kontinentet, pra në 7 kontinente që i gjenden gjithandej, që morën këto testet e ADN-s mitokondriale, u vure që 8.000 vite më parë kishte një rënje drastike në të gjitha kontinentet. Por prisni pak. Si ishte mundur që të ketë një rënje drastike të spermatozoideve ose të shtimit të njerëzimit, kur ne nuk ishim të lidhur mes kontinenteve? Se cili jetonte në kontinent më vete, apo jo? Atëherë, në qoftë se kishte rënë një pandemi, një problem, çfarë do lloji problemi? Mund të binte vetëm në një vend, pra jo në të gjithë planetin. Atëherë, kush e bëri që të mos lindnin më fëmijë, që mos të kishte më shtesë? Kush? Po e përsëris 8.000 vite më parë. Bile tregohet nga një studim tjetër, që ky nuk ka e lidhun me këtë, sepse nuk e ka thënë studimi, nga një studim tjetër tregohet që pikërisht 8.000 vite më parë mendohet që mund të ketë ndodhur një përmbytje e madhe, një katastrofë e madhe e racës njerëzore. Pra atë që ne quajmë përmbytje e madhe universale. Disa studiues që e kam lexuar dhe e kemi bërë dhe në emisione para disa viteve, mendojnë që rreth 8.000 përfundoi rreth 8.000 vite më parë, sepse kishte filluar dhe rreth 12.000 vite më parë. Pra, rreth 3.000 vite, parafërsisht apo 4.000 vite, ndodhi një katastrofë personale, pra njerëzore e ADN-s njeriu dhe gjenomës njerëzore, si që thash e ADN-s mitokondriale, dhe njeriu duket sikur nuk linte më. Mos ndoshta në atë periudhë ishim që të gjithë një kontinent i vetëm, mos ndoshta në atë periudhë gjithë raca njerëzore ishte e zhvilluar ashtu si edhe sot, nuk dihet. Por me qenë se ne bazohemi në studimet e ato zyrtare që thuhet që njeriu nuk njihej më përpara dhe jetonte, le të themi, si mund t'ja them, si në Neandertalët, jetonte në përguva, edhe nuk kishte zhvillim si sot, atëherë unë bëj pyetjen.
si është e mundur që kush e bëri që të reduktonte riprodhimin e racës njerëzore? Kush? Sepse nuk mund. Shiko, në qoftë se ne jemi, është e njëjta gjë për shembull kur ka një virus dhe ti gjendesh brenda një pallati. Dhe të gjithë njerëzit lëvizin brenda atij pallati. Në qoftë se ti bllokohesh dhe rri brenda shtëpisë tënde dhe mbyll derën, ty nuk të zë asgjë. Apo jo. Pra e njëjta gjë në qoftë se secili në këtë pallat bllokohet brenda shtëpisë së tij, mbyll derën, nuk e gjen gjë. Pra e njëjta gjë ndodh edhe me planetin Tokë, me kontinentet. Këto janë kontinentet. Dhe secili kontinent tash nëse nuk kishte lidhje mes njëri tjetrit siç na është mësuar, atëre si është e mundur që raca njerëzore në atë periudhë të psonte një rënje drastike në prodhimtari. E di që dikush nga ju shpesh kam lexoj që thon, po ç'na pyet neve, më na thuaj të paktën. Okej, unë do t'i them se çfarë mendoj unë. Unë mendoj që gjendemi në një vend që, pra në një planet ose në një pallat, siç e thash më përpara, në një pallat ku ka roje poshtë pallatit dhe ti nuk mund të dalësh dot sipër pallatit, si quhet, në rruf, në tarac, nuk mund të dalësh dot poshtë dhe gjë brenda pallatit, çdo gjë ndodh brenda pallatit. Mund të hash aty, të riprodhosh aty, të bësh çdo gjë aty dhe dikush e kontrollon, dikush e hap dhe mbyll pallatin, apo jo. Dikush edhe dezinfekton. Kështu që unë mendoj që në të vërtetë kush kontrollon racën njerëzore, nëse kontrollohet raca njerëzore, e kontrollon mirë dhe e kontrollon ndër vite. Ajo që po ndodh edhe tani kohët e fundit, siç ju thash dje me videon që ju tregova, që unë mendoj që reduktimi ka filluar, ka vite që ka filluar, por tani po theksohet gjithmonë më shumë. Pse? Sepse thuhet që jemi shumë dhe duhet që ta përballoj, përveç se jemi shumë, por dhe që të përballoj njeriu, ADN-ja e njeriu dhe e curia e tij jetën, sepse mendohet që po ndodhin ndryshime jo vetëm në këtë planet, por edhe në univers. Këto ndryshime, nëse vinë në mënyrë drastike, siç po vinë tani, si shtuhet që po vinë tani, atëherë mund t'i krijojnë dëme të pariparueshme njeriu dhe mund ta zhduk racën njerëzore. Dhe për ta mbajtur atë të gjallë, bëjnë, pra e ndihmojnë racën njerëzore dhe normal që shumë prej tyre humbin jetën sepse nuk e përballojnë dot. Pra nuk përballon dot qoftë viruset, qoftë gjilpërat apo etj. Pra, në sintezë, ajo që ka ndodhur 8000 vite më parë, shkencëtarët nuk dinë t'i japin një shpjegim, por unë ja u thash një shpjegim kështu. Në mënyrën time, ashtu siç unë di dhe ndoshta e kam gabim, kështu i do të dëshiroja një komentin tuaj. Çfarë mendimi keni për këtë argument? Dhe çfarë po ndodh tani në këtë periudhë? Mos është e njëjta gjë që po ndodhte vite më parë. Ju kujtoj që ADN-ja mitokondriale është thelbësore për secilin prej nesh. Dhe doja një përgjigjen tuaj tek ADN-ja mitokondriale. Pse gjithë këto anomali që njeriu nuk kupton asgjë? Se nga vinë, kush është, kush ka lindur i pari, pse, etj. Pres komentet tuaja, ditë mbarë.